Nga debati zgjedhor, erdhëm tek analiza zgjedhor. Do e shohim dhe do flasim tani për atë si çfarë thanë kandidatët nga zona 5 zgjedhore. Kemi mysafirët tanë që ishin nga fillimi duke ndjekur debatin, së pari poshtë, pastaj dorën e lartë për shkak të tonit me sa duket. Po mirë, në çështje teknike të cilat besoj se do të mi kuptojnë mysafirët tanë. Zona Delina Marku, faleminderit shumë për pranimin tuaj. Ignacit ju kemi në studio, zoti Gazmen Ajdini, faleminderit shumë. Mirëmbrëma. Profesor Arsim Sinani, gjithmonë Ignacit ju kemi këtu. Mirëmbrëma. Dhe profesor Iber Sela. Faleminderit shumë. E dëgjuam debatin, nuk po du me dhënë një tonë se a e shfrytzuan kohën ashtu sa që mundën dhe a dëgjuat si ju, si unë dhe si shikuesit mirëfilli platformën për temat të caktuara, ishte folëm për drejtësi, folëm po ashtu për aspektin shoqëror, folëm edhe për shumë çka tjetër, për politika dominaj. Zonja Marku, me jepni vlerësimin e juaj e lutna. Po, faleminderit. Pritjet tona ishin më të mëdha. Ky është konstatimi all general nga emisioni. Nga debati zgjedhor. Nuk ishte realisht debat. Madje tek analizoja kandidatët, tek kandidati i Aleancës për Shqiptarët, sepse tani kanë koalicionin, do të kemë shumë kujdes në emërimin e tyre. Shihja një kandidat konstatus, tek kandidati i BDI-s, shihja një kandidat që ishte non-stop në pozitën e arsyetimi dhe mbrojtjes, tek kandidati i Rilindjes me Besë, shihja një kandidat që kishte, i dha favorin vetvetes që të sulmoj, vetëm se të sulmoj, ndërsa tek kandidati i PDSH-s pash një kandidat më i qetë dhe më përpilues pyetjes më shumë, apo përpilues pyetjes më shumë. Fatkeqësia e këtij debati është se u anashkalua një moment shumë i rëndësishëm që ne shqiptarët e presim realisht prej këtyre zgjedhjeve, dhe është prodhimi i kulturës shqiptare, sepse pa prodhim të kulturës shqiptare ne po shohim që kemi një debat të zbeht. Dhe këtu kulturën shqiptare unë do ta kanalizoja në dy momente që i mbledh kjo ditë dhe ky rajon. E para është dita e kongresit të alfabetit shqiptar dhe kujtesa e gjithë votuesve pa dilema se cili tabor politik i takon. Kujtesa e të gjithë votuesve për atë mjerim që ka shtëpia e kongresit të alfabetit, kjo nuk u përmend asnjërin nga debatuesit. Dhe e dyta, xhamia e Prelepit, apo nëse aq shumë u përmend për dhimbjen nga 2001 dhe për baballarët që u personalizu debati, që mendoj që është një gabim katastrofal, dhe flet për jo kulturë politike, mendoj që mos përmendja e xhamisë së rekonstruimi i xhamisë së Prelepit flet për neglizhencën dhe për së themon lehtësinë e padrushme të politikanëve tanë që ata të bëjnë më shumë me njëri tjetrin dhe të mos bëjnë me atë se çka kërkon votuesi. Ky është konstatimi im all general holistik nga lart si e vëzhgova debatin. Prandaj shumë do shkojmë tutje. Zotria Ajdini. Fatmirë, të them drejt, pajtohem me mendimin e Adelinës se mundet pritshmëritë tona ishin më të mëdha, më të larta, por prapse është debati i parë, dallohet eksperienca e disa personave, nuk do ju si Adelina të vlerësoj se cilin individualisht, po dallohet eksperienca në paraqitje publike të disa personave aty, disa e shfrytëzojnë, disa jo. Besoj se do flasim më hollësisht lidhur me çështje të ndryshme, tema të ndryshme për të cilën diskutohen kandidatët të listave të ndryshme të aleancave dhe partive politike, koalicioneve dhe partive politike. Atë që në këtë moment do të ishte sugjerimi im mundet për debatet e ardhshme, për të gjithë këto është që të fokusojmë pak më tepër në të themi t'ju drejtojnë atyre që i zgjedhin, respektivisht i votojnë. Në këtë rast është njësia zgjedhore 5. Unë shumë pak ndëgjova për njësinë zgjedhore 5. Mos harojmë, mundet pyetjet janë politikës të lartë, të themi kushtimisht në thonjza, se nuk ka politikë të lartë për mu, ekonomi është ekonomi si në shkup, si në struk, por ajtë të them gjithmonë përdor fjalën spin,
deformim profesional, po mund të spinojnë temën në kuptimin e asaj se si ajo reflektohet në bazën e tyre respektivisht në zonën zgjedhore 5. Besoj se në debatet tjera të ardhshme që do t'i keni për zonat tjera elektorale, do të fokusohen ma tepër. Dihet kush, nuk them se s'duhet të prezentojnë programet e tyre politike, nuk them se s'duhet të flasin për të arriturat të diagnostifikojnë probleme gjana, por ma tepër atë ta bëjnë drejt për votuesit e tyre. Ajo është atë që presin si pas meje shikuesit sot që janë në zonën elektorale 5. E dyta, anë general, po them edhe në emisionin e kaluar përmenda, mu personalisht më pengon vetëm diagnostifikimi i problemit pa përdori terminologji medicinale, pa terapi. Do me thanë, okej, pajtohem se në një kampanjë, se orientohesh në një kampanjë të bësh kampanjë të përzir, ose thjesht kampanjë negative, duhet të diagnostifikohesh se cilat janë problemet gjana. Por automatikisht duhet të kesh edhe propozimin tanë dhe mënyrën se si do të zgjidhish atë problem. Kash për fillim, besoj se do të ndalemi më tepër. Profesor, përshtypja jote e para nga ajo që pa? Ajo që ka për shembull e vërejtëm fillim edhe që për mendimin tim ishte një lëshim, kandidati i lëvizjes për reforma PDSH nuk unë digju sonte, edhe shpresoj që mikrofonat t'i regulonin emisionet të ardhshme që opinionit mund t'i dëgjoje, unë nuk e ndigjova. Unë isha në salë, shtu që mund të ndodhë. Çështja tjetër që në fillim vërehet, BDI-ja është një panik të madhe, pavarësisht se kandidati mjaft reprezentativ i BDI-s, artisti Adem Karaga, arriti që të mbrohet nga goditjet, themi kushtimisht të opozitës, por realisht vetë mos pjesëmarrja e numrit 1 dhe 3 kandidatëve tjerë tregon që BDI-ja në një farë mënyre taktikisht ka hek dorë prej strugës, për shkak se në anën tjetër kundër kandidatin më të fortë e ka ish deputetin e vetë, ish zëvendësministrin, ish kryetarin e degës kësaj partije, zotin Labunishta, i cili sonte sfidoj me paraqitjen e tij dhe mendoj se do t'jetë mjaft i rrezikshëm. Mos ardhe e kandidatit parë lën përshtypje se ai nuk ishte i përgatitur që të ballafaqohet me 3 kandidatë të tjerë. Dëshiroj që pak të jo ironizoj, po t'i japim kësaj fushate një shllak vort. 3 peshkatarët e strugës e sfidun artistin e BDI sonte, do të thotë zotin Karaga, e sfidu mirë, ishtë një debat interesant, interaktiv, ajo që ka për shembull ishtë shumë interesante, unë prita prej struganëve duke i njoftur se flasin shumë, mos them që janë lafazan se Sela mund të midhnohet, zoti Ylber Sela, po nuk e pash atë atmosferën e strugës, e tavolinës strugës, ku debatohet ashpër, ku debatohet hapur, kur flitet për probleme. Dhe unë du të them sonte këtu, mendoj se partitë politike kanë gabu. Gabimi elementari i partive politike është se kanë pasur shumë kandidat që ne gjithë i njohim këtu, të cilët do të kishin qenë shumë interesant dhe të cilët do t'i kishin dhënë një ngjyrë zgjedhjeve në strugë. Tërheqja taktike e para, duhet ta them, vjen keq që duhet ta them. Zoti Sela nuk pranoi që t'jetë në peshë si lider i LRPDSH-s dhe mendoj se do ta forconte shumë partinë e tij dhe doli në garën e madhe te njësia numër 6 dhe në anën tjetër kandidati i përhershëm i BDI-s Ramiz Merko tërhiqet dhe vendoset një kandidat i cili është i panjohtur për mendimin tim. Çështja tjetër që u vërejt prita prej struganëve sonte, prej këtyne kandidatëve prej struge, prita që këta do të flasin për Podgorcën. Asnjëri prej këtyne nuk e hapi çështjen e një shkolle shqipe e cila edhe sot derisa flasim ne, partia në pushtet nuk ka qenë gjendje ta zgjidhe. Dhe asnjëri prej këtyne nuk e çeli gojën. Çështja tjetër që shumë temat mëdha ishin për këtë debat të parë. Dhe ajo që ka vërehet për shembull sonte ishte interesante, ardhja me vonesë e kandidatit të Besës dhe frigës BDI se salla e Besës ka qenë mbushët atje, plote për plot dhe ka fillu panika, telefonatat punojnë, rrjetet sociale, kërkojnë miq e miqasi për të pajtu, miq e njerëz gjithandej për shkak se janë panik, flet për një diçka tjetër.
Fushata filloi fuqishëm. BDI-a doli me moton e saj të përhershme UÇK e cila ma nuk ndes, se u pa që salla nuk funksionon ma me atë parull, për shkak se njerëzit nuk i besojnë asaj parulle, i besojnë idejes UÇK-s, nuk i besojnë idejes BDI-s. Debat si përmen, poshtu UÇK-ja. Po, unë po bëj retrospektivën, falë ndigjova, të lutem, pastaj ti mund të flasi sa dush. Alianca për shqiptarët në Gostivar filloi fuqishëm, atje ku është më i fortë Ziadin Sela edhe Vesel Mehmeti, me generalin me 5 yje të ushtrisë Kosovës dhe të UÇK-s Maqedonisë, fort e mbushën sallën, arritën që t'jenë të fuqishëm, arritën që të tregojnë se janë të fortë, në anën tjetër edhe Partia Demokratike arriti ta mbush sallën çajir, do me thanë kemi për herë të parë një paraqitje që sallat janë plot. Dhe friga është e gjithë se çfarë do të ndodhe. Ajo çfarë dëshiroj për këtë pjesën e parë të them, betejë do të jetë shumë interesante. Nuk ka favorit në këto zgjedhje. Në favorit këto zgjedhje janë shqiptarët e Maqedonisë. Shqiptarët e Maqedonisë do t'i japin kuptim këtyre zgjedhje. Shqiptarët e Maqedonisë do t'i ndëshkojnë partitë të cilat një periudhë të gjatë shqiptarët i kanë lodhur dhe nuk i kanë lanë që të gëzojmë lirinë e vetë. Mu më vjen keq, unë nuk kam dëshirë, Adelina, sa i përket manastirit, du t'jemi korekt. Unë isha sot atje me studentët e mi prej Universitetit të Prishtinës, pavarësisht se atje i pash gjithë funksionarët e BDI-s. Ai muze, duhet me ua thonë, nuk është i Bashkimit Demokratik për Integrim. Ai muze është i gjithë shqiptarëve. Dhe ne shkojmë kur duam atje. Nëse vetëm se bën një... Du ta lidhi. Nuk mund të na ndalojnë që ne shkojmë në atë institucion. Tash ndërton antitezë, dhe antiteza nuk të qëndron, nuk është antitezë. Lejom ta shpjegoj. 26 vite janë, nuk janë 15 vjetë në Shqipëri. Shqiptarët janë 26 vite në Maqedoni dhe për 26 vite neve duhet na vije turp të gjithve që nuk kemi arrit bëjmë një institucion. Po, më fali, ta përfundoj unë e mendimin, do shkojmë të replikoj, do i kalojmë fjallën. Çështja tjetër, unë e di se, më fal, unë e di se pushtetit nuk i pëlqen që unë të flas. E kam qartë këtë punë. Por unë e du ti... Po tani, po më bëni mu pushtet apo kujt i drejtoni? Lutem, mos ma kufizoni fjallën. Lenëm një që ta shprej mendimin tim, po. Ajo çfarë varehet, më fal, Fatmir, lutem. Kupton. Jam shumë korekt, kam ardhë bëj analizën. Nëse më keni ftu për analizën, lejoni që ta bëj analizën. Ne do të dëgjuam çka mendojsh për kandidatët Arsim. Çështja që u vërejt në njësin 5 dhe që është çështje elementare. Unë nuk do të kisha thënë që s'pat nivel. Unë mendoj se ishte debati i parë. Mendoj se partitë politike ende nuk i kanë nxeh motorët. Mendoj se të katër kandidatët ishin interesant dhe u mundun që t'i replikojnë njëri tjetrit. Ajo çfarë unë prita, nga këto kandidatë prita që këto do t'i artikulojnë kërkesat e shqiptarëve të zonës tyre. Problemet të cilat i kanë atje. Unë nuk e ndigjova sonte që ata artikulun kërkesat e elektoratit tyre. Unë mendoj se u futën politikat mëdhaja dhe mendoj se këtu zdu ta themi shgabim, po mendoj se strategjikisht u futën terene të cilët nuk arrin do t'i menaxhojnë dhe mendoj se ma mirë është të merremi apo të diskutojmë për çështje të vogla që pastaj ta rregullojmë mozaikun e madh. Faleminderit shumë, profesor Sela tani unë. Okej, unë nga përkundër të tjerëve vi nga zona numër 5. Normalisht që integrova me vëmendje 4 kandidatët, të cilët konkurrojnë në zona numër 5 për Strugën dhe qytetet tjera të cilat e përbëjnë në zona numër 5. Dhe ajo që pash që shumë hallet të qytetarëve të Strugës nuk u ngritën në këtë debat. Sidomos përfaqësuesit e partive opozitare u morën më tepër me akuza apo kundërshtime kundrejt kandidatit e cili, partia e cilit është në pushtet. Dhe ajo që nuk më pëlqeu ishte retorika boshe. Qytetarët presin platformat politike, programin politik, të shohin se çka do sjellin risi këto nga partia e cila është pushtet, po jo me akuza sepse populli është lodhur më, po edhe qytetarët e Strugës janë lodhur, kanë një pushtet qendror, që udhëheq një parti e cila është pushtet dhe kanë një parti, që udhëheq pushtetin lokal, dhe këtu duhet të koncentrohet më tepër, nëse mirë që Struga ose siç përmendet edhe Manastirin, Resnja,
Dollneni, e kështu me radhë, Ohri, të cilët kanë karakteristika të ndryshme. Kjo zonë, zona nr. 5, është zonë shumë specifike. Dhe shumë paku duhen kandidatëve të zonës nr. 5 përdorin akuzën apo kundër akuzat, sepse ne mbas 6 muaj do kemi zgjedhje lokale dhe mandej duhet në raundin e dytë të bëhemi bashkë dhe fitojmë ato që kemi bërë për herën e Struganët, që në mandatin e dytë fitoi kandidati Strugan, domethënë shqiptar, tash edhe Kërçova, prandaj një pjesë Kërçovës se kap edhe, domethënë hyn në pjesën e zonës nr. 5. Dhe ajo që do dëshiroja të dëgjoja që nuk dëgjova sot, besoj jo vetëm unë, po edhe ju pajtoni me këtë konstatim timin që u fol më tepër retorika boshe, nuk mundën kandidatët që të prezantojnë, domethënë ofertën e tyre për zonën nr. 5, po më tepër murën me politika të mëdha që këto politika të mëdha u takon liderëve të tyre, i takon liderit që përfaqësojnë aleancën për shqiptarit, i takon liderit që përfaqësojnë linjën me BES apo liderit të PDSH-s apo të BDI-s, e kështu me radhë, prandaj unë nuk pash shumë diçka konkrete. Ndoshta është debati i parë, ndoshta për ndonjërin ishte, domethënë, hera e parë që po dilte në si lloj debatësh, po shpresoj që në të ardhmen kur të dalin në debatet e tilla të konkretizojnë çështjet ashtu siç janë në Strug dhe zonat të cilat tangojnë në zonën nr. 5, të shohim se ku janë hallet dhe cilat janë ofertat që Struga dhe qytetet tjera që janë në zonën nr. 5 për 4 vite të ardhshme, ai i cili do të marrë besimin e votuesve, sepse fundit është vota e votuesit, ajo e cila përcakton se cila ofertë do të jetë më e mira dhe ai do të marrë mandatin e deputetit dhe duhet të jetë zëri qytetarëve Strugan dhe qyteteve të tjera të cilat e rrethojnë përreth. Zonja Mark, Kornoni. Ajo është jashtëzakonisht unë do të mbetem kokëfort në shtëpinë Muzeut të Kongresit të Manastirit, i cili pa marrë parasysh se si e gjykon arsimi në këtë rast tezën time. Ne flasim për një zonë që krijon një kontinuitet dhe që mban gjallë një kontinuitet kulturor të shqiptarëve, apo. Dhe kjo zonë nuk është vetëm Struga, është një pjesë e Dibrës. Dhe kjo zonë vuan nga lidhjet infrastrukturore. Lidhjet infrastrukturore që janë kapilare rrugësh, apo. Dhe janë të gjithë fondet e Bashkisë Evropiane dhe të fundit të procesit të Berlinit, të se t'japin fondet të jashtëzakonshme, ndashë në nivel qendror, ndashë në nivel lokal, që mbeten të pashfryzuara nga liderët e zonave dhe mbeten të papërmendura nga kandidatët për deputet. Nuk u përmend rruga Arbrit, nuk u përmend çështja e ekologjisë. E dhona është që vetëm në Manastir, në ditën e sodit, ke dikund fëmijë deri në moshën 2 vjeçare që kanë sëmundjen të diagnostifikuar me sëmundjen të kancerit deri në numrin 500, apo nuk u përmend gjendja e rëndë e shkollave, apo nuk u përmend fare voluntarizmi i krijimit të universiteteve të reja. Nuk u përmendën çështjet të cilat kanë të bëjnë me shfrytëzimin e diversifikimit të tubacioneve energjetike, që është një temë e madhe dhe e rëndësishme për infrastrukturën e ngrohjes dhe prodhimit të energjisë. Që si shtot Gazmendi dhe ka shumë të drejtë, nuk ka në politik tema të vogla ose tema të mëdha. Temë kruciale është edhe drejta e LGTB grupës, apo? Është temë kruciale. Ato e përmendi edhe Presidenti i Republikës së Kosovës në inaugurimin e vet, madje edhe më la shumë përshtypje, po është temë shumë e jashtëzakonshme dhe temë që duhet partitë politike ta kishin menduar më parë dhe jo vetëm se ta rrumbullaksojnë me një fjali të vetme. Domethënë, Kongresi Manastirit arsim, shtëpia Muzej Kongresit të Manastirit, xhamia në Prilep e djegur gjatë 2001-shit, se u përmendën shumë gjakrat e 2001-shit dhe nostalgjia e 2001-shit dhe heroizmi i 2001-shit dhe pozita e viktimizimit nga e cila ne kemi kalu në degustacion total, më kupton, ne kemi një farë vjellje nga një retorike tillë, ne duam diçka konkrete të prekim. Është shumë e rëndësishme Kongresi Manastirit dhe Muzeu i Manastirit dhe është shumë e rëndësishme xhamia dhe rekonstruimi i xhamisë së Prilepit, sepse flasim për lidhje kapilaresh të territorit shqiptar. Dhe nëse kjo lidhje kapilaresh të territorit shqiptar mbahet nga njerëzit të cilat kanë në koshiencë të vërtetë se kush duhet të krijojë kritikën, atëherë ne do të ndjeheshim mirë. Po ne sot ndjehemi keq se pikërisht në rajonin 5 ne kemi një zvogëlim të madh të numrit të votuesve dhe ishte problematike, madje edhe ende është problematike sepse ishte kandidati i ish BDI-s dhe tani kandidat që del në listën e aleancës,
i cili e ka në një farë mënyrë ka kontestu qëndshmërinë dhe së them totalitetin e zonës 5 e zonës 6. Janë çështje, më fal, të lutem shumë mos më ndërprer, apo? Janë çështje vitale për shqiptarët. Dhe detyra jona është që të mos lobohet për parti politike shqiptare, apo? Të mos lobohet në këtë tavolina për ku, çka dhe si, por është çështje që të mësohen në debatin e dytë, të tangojnë dhe të flasin eksaktësisht si do t'i rrisin pensionet, çfarë beneficione do t'sjell kanë, dhe mos më flasin më për gjakra dhe për pozicionime arsyetuese. Është degutante, sepse çdo gjë bie në tokë, i nderuar Arsim. Më fal, ta ndërpres tezën. Çdo gjë bie në tokë, i nderuar Arsim. Kur i shoh mitingjet luksoze të Partisë së Bashkimit Demokratik për Integrim, janë mitingje luksoze, janë miliona eurosh. Unë kam punu për lobby kompani dhe e di se sa kushton një miting dhe një minutazh televizioni ati mitingu. Dhe porosia jonë sonte është, mos na i lani sytë me përtharjet tuaja, apo? Sepse mitingjet luksoze, në të vërtet flasin për vobektësin tuaj të vetë kritikës. Ata derdhin para, buxhet, apo, në ndërkohë që flasin me heroizmin e 2001-shit. Përmendin baballarët, përmendin gjakun. Një kontradikt e hatashme. Kjo është ajo që duhet të analizojmë neve, apo? Kjo është ajo se ky është roli jonë në shoqëri, më kupton? Pa marrë parasysh simpatit tona personale. Dikush ka dalë afirmativisht i thoj, dikush nuk i thot afirmativisht, dikush fare s'ka simpatit personale. Do e kalojmë tani. Kemi një replik të hapur nga zoti... Përmenda për manastirin, dëshiroj që te manastiri... E ka shqipi pari, zoti Sinani. Jo, dhe nisën në regullat e klikut. Drita e kuqë është për replik, drita e gjelbër... Ne vullosim identitetin ton evropian. Zonja Marko, ju ndëgjuam. Kërkoj ndjesë. Zoti Sela, keni ndesë dritën. U përmenda dhe Ylber nëse më lejosh, u përmenda. Sa i përket manastirit, ndëgjo Adelina, çështja, tash ne mund flasim këtu me patetizëm, edhe me një patriotizëm, me patriotizëm se hynëm të manastiri, dolëm të çështja që ka të boje prej të manastiri, dole të pensionet. Unë kam patetizëm, ti ke zhonglerizëm. Unë fola për fenomene kruciale, fola për infrastrukturë kulturore ndërshqiptare, dhe nuk është patetizëm. është çështje vitale, apo që duhet të mbahet nga diaspora. Ma lejo që ta përfundoj mendimin. Po lenëm edhe mu ti përmendi argumentet në basi ti përmend këtë. Lutem, hynet e manastiri. Te manastiri nuk është problemi elementari manastirit, muzeu i alfabetit. Unë prita prej teje që ne sonte diskutojmë edhe të flasim qka do ndodhe me 15% shqiptarve që janë atje. Po ti ba mire kishe të vazhdosh tezën time, ta mbështesish tezën time dhe jo vetëm që të kryosh efekt televiziv që ta kundërshtoj ne diskutojmë me 15% e shqiptarve që kanë betë pambrojtur atje. Po fole atë më djallë. Se muzeu i alfabetit është, si me thonë, zbukurim ajo mund të dhe të rënë. Nuk mund të jetë zbukurim, është kod nacional kulturor. Shqiptarët e asaj zone kanë probleme elementare ekzistenciale. Kjo është e vërtet. Kjo duhet të thuhet. Të thuhet çka do të ndodhe me ato shqiptarët në pushtetet e ardhshme. Çdo pushtet që vjen 26 vite e këndej shqiptarët atje kanë probleme nga më elementaret. Djegje shtëpiash, mbyllje shkollash, thyrje dritaresh, frigë natën, të gjitha këto. Të cilat nuk e përmendi asnjë nga 4 subjektet të cilët ishin në debat poshtë, dhe tani ne po flasim për atë se çfarë oferta ata bën për opinionin. Dhe jo se qëfar fushatat bëjnë partit politike të zonë dhe zotrin të lutëm shumë. Po flasim për atë se qëfar dhanë kandidatët. Pra ndaj edhe jemi këtu të bëjmë një analistë asaj se qëfar thanë 4 kandidatët e tyre poshtë. Jo a u akujtoj. Po kuptoj, do të ma kuptoni dhe mu që nuk po du, as nuk e kam dërmen të ndryshoj temën, sepse nuk e kam atë qëllim. As të bëjmë e suve 2 personi, lutëm shumë të kuptoni. Zote, Sela keni kërku replik, ju lutë na shumë, të respektojmë regullat. Se e gjelbër të kërkoni e ku që ua kujtoj, është për replik. Unë do të vazhdoj dhe pajtohem me disa çështje që i ngriti Adelina. Po këto çështje që i ngriti Adelina, ne nuk e pam që asë njeri nga partit opozitare nuk i përmendi fare në debatin që ju realizuat. Asë që këtu e u pajtum.
Ka plot gjëra që kanë Dhe kjo tregon që dhe të tri përfaqësuesit e partive opozitare u morën me kandidatin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Mundësia që u jepet atyre, ata duhet ta shfrytëzojnë që votuesit t'ia prezantojnë platformat e tyre politike. Dhe jo të miren me kundër kandidatin apo kuda diun, ai që on pushtet apo do njëri me njëri tjetrin. Nëse miremi ne me njëri tjetrin, atë nuk do arrijmë asgjë. Qytetari shqiptar kërkon ofertë dhe këtë ofertë duhet t'japin ato dhe cilët kanë dalë subjektet politike dhe bartësit listat për deputetet të arshëm. Dhe jo të miren me zënka njëri me tjetrin, sepse këto zënka i kemi pa edhe në parlament, kemi pa edhe më herët, por ne qytetari mos i lodhur. Qytetari kërkon projekte. Dhe prandaj, ai i cili jep projekte dhe ofron qytetarit sa më afër projektin e tij, ai do i fitojë zgjidhjet mandej 4 vjet marsh. Dhe mandej miru ti prap 4 vjet. Thua pse s'është bërë kjo, pse s'është bërë. Po jepu qytetarit, votuesit afroja. Dhe ne sonte këtë nuk e pam. Nëse më lejon, Fatmir Gazmend, do t'jem shumë e shkurtër. Në fakt, unë sonte pash një atë që ka thoni juve u drejtuan vektorët ndaj kandidatit të BDI-s. Nuk ishte si të shkonte ndryshe i nderuar Ylber. Apo, ndoshta edhe ty me kohë duhesh ti drejtojsh vektorët e tu intelektual dhe kritik kundër partisë në pushtet, e cila ishte 15 vjet degeneruse e pozitës së shqiptarëve në këtë shtet. Apo? Atë cakton votuesi, as unë as ti, kolege. Votuesit ne bëjmë të analiza politike, unë kam votën tim dhe votën tim e dërgoj atje ku mendoj unë që është më mirë. Vjedhur votat. Dhe nëse ti dhe unë sonte këtë gjë nuk e pranojmë, ti dështojsh edhe para studentëve tu, edhe para opinionit sonte, por edhe para meje e humbish komplet kredibilitetin. Votat janë vjedhur. Fare nuk është problem, sepse unë nuk mirem tu me individ, as me ju nuk mirem, vetëm pasi më përmendi emrin. Unë nuk mirem tu Fatmirim ka thirrë që të analizoj rreth kandidatit. Atëherë bëni analizën. Dhe unë bëj analizën. Unë nuk mirem asgjë se çka është dhe e them se çka që zgjedhë. Si përshër në arsimin nuk i punojnë drita. Zoti Ajdini, keni fjallën. Arsimit me sigurim me qëllim është bëjo shantazh. Po, kjo shaj. Kjo shaj. Sigurisht me qëllim. Sinqerisht, besoja se ky debat do jetë ma i mërzitshëm sa i pares, por nuk është. Shumë ma interesant, duket këtu... Vetëm ne jemi kandidat për deputet, kjo është dalimi. Po flisni për politika. Pak shaka bëj, nuk është e rëndësishme, mundet edhe duhet jetë kjo ma debat, se ne kemi përgjithësi para opinionit, por jo përgjithësi në kuptimin e kërkimit votave e gjana e se diçka. Kështu që jemi pak ma të lirë në të gjitha ato vlerësimet, por nuk presë se në këtë debat do të, sinqerisht po flasë kështu shumë haptas me të gjithë, se njipemi shumë motë. Nuk presë që në këtë debat do të bëjmë vlerësimet personale, ta personalizëm këtë debat në kuptimin adilina të vjedhjes të votave, të frigës të dikujt, të gjana kështu ashtu, se ato janë thjesht të them pozicione personale, perceptime personale, të cilat unë mund t'i ndaj apo mos mund t'i ndaj. Edhe asnjëherë nuk besoj se dikush do të më akuzon për atë se unë nuk besoj se votat janë vjedhur apo nuk janë vjedhur, apo kushton 1 milion euro mitingu, apo këto 300 kanë peshkatar, që pak është diskutabile. Pse është diskutabile? Se peshkatarët lavdrohen shumë, a këto nuk lavdrohen. Unë e thash simbolikisht. Unë e thash shumë simbolikisht. Edhe unë simbolikisht po ta them, se peshkatarët lavdrohen shumë, apo? Se i kanë peshqit të mëdhej që i kanë zanë. E kuptojsh aludimin, po nuk ka lidhje. Nuk është ofendim ajo që ju thaj peshkatar, por e kuptoj në kuptim tjetër se të tre ato janë të Strugës, kjo është i Kërçovës, por përsëri se 500 nuk është vetëm Struga e Kërçova. Mundet se votat më të mëdhaja do thejnë, shtiza do thejnë në Kërçovë dhe në Strugë për këtë zonë, por prapë se prapë këthejmë në atë që Adelina e përmendi lidhur me atë simbolikën e kapilarëve, infrastrukturës që gjana. Përsëri them se qytetarët, votusit, sovrani në Peshq, edhe në zonat tjerat, pret premtime realistike të cilat mund, e thashë në emisionin e kalum, do besojnë se mund të realizohen. Thashtë edhe atëherë, edhe në Maqedoni ka ndodhë, në kampanjë është e pranueshme që edhe të gënjesh.
Ta shplasë për ati aspektit tem. Se do bish 1 miliard, po cilja u do që shpejt në 98 në Maqedoni. Mund të gënjesh edhe se do të bësh murin me murin e ri kinez në Meksik. Po përveç asaj, duhet të flasish edhe për tatimet, duhet të flasish edhe për socialen, duhet të flasish edhe për ekonomin, duhet të flasish edhe për shëndetësin. Unë e kuptoj, të them realisht, të gjithë këto kandidat që u vërsulen, edhe është legjitime, si që thot Adelina, të vërsulen edhe atë pritet se ato e në opozit. Por nuk guxojnë të personalizohet dhe të koncentrohet i gjithë kjo debat vetëm në diçka, se çka është arrit deri tani, pas një ofert reale se çka mendoj unë se duhet të bëhet, edhe çka do bëj unë, edhe që është më e rëndësishme për të gjithë këtyre, se si do ta bëj. Shumë letë është të thush se do të ambush bugjetin me 3.5 apo 4, tash nuk du të zemë për kandidat, kërkojnë djesë nëse, se me të vërtet nuk du të flasë për kandidatët si fali për zani, po jam mjaft i ftofën për kandidatët me përkatësi partijake, po e marë si shembull vetëm, kur flasim për bugjetin do bëjmë 5 miliard bugjet. A nuk themi se si do mbushet e bugjet. Do ta pastrojmë gjyqësim prej politikës. Po nuk ka... Si do ta bëjmë atë pastrim të... Ajo me intereson mu si votus, jo në 5, në 1 apo në 2, pa marrë parasysh. Po ajo me intereson mu, se do me thënë, është shumë letë të themi, apo se do ta zgjedhim kryetarin nuk e thot vetëm njëni kandidat, po e thujnë disa prej tyre, në mënyrë konsensuale apo në parlament. Po të thush se bëhet në parlament, hapet çështje tjetër, se si në parlament, me badinter apo pa badinter, me 82 me absolute, apo me këtë kualifikume shumic. Do me thënë, të gjitha këto gjana nuk janë vetëm të hudhe në tavolin si ofert, e cila nuk ka justifikim mbështetje në forcën e dikujt që të realizon atë. Në peshtë të tjilë. E qartë, faleminderit shumë si Adini. Do të Senani pastaj zonja Marko. Te pjesa është një... Ajo të shfarë, për shembull, une u befasova sonte, edhe ishtë një befasi që kandidatët nuk prezentun platforma, dhe mu përfitova për shtypjen si kur si dim platformat e partive tyre politike. Fjallet i merera, platformat mbeten, edhe nuk e ka thënë rasisht një koleg gazetar tharuni platformat e partive politike se mbas zgjedhjeve zakonisht i fshin për t'i haru. Ajo të ekonomia, kur hynëm aty nëse më lejoni bëjnë një digresion, të ekonomia, unë fitova një përshtypje se shqiptarët nuk kanë platformë për ekonomi. 26 vite, këndej shqiptarët nuk kanë qenë pjesë reale e pushtetit, e ndarjes bugjetit, edhe mendoj se në këtë drejtim qalojmë se i përket ekonomisë. Kandidati i LRPDSH-s ta kemi monopolizim të investimeve, kandidati i PDSH-s ta kemi tha duhet kemi ndarje proporcionale, kandidati BDI-s mu duk shumë interesant, tha do të bëjmë ulljen e papunësisë. Tash BDI i ka 10.000 administratorët për gjumur, që flenë, edhe të cilët në bas vitit 2001 këndej nuk i shojmë dhe lusin që të fillojnë të punojnë, thot do të ullim papunësinë, apo do të ullim varfërin. Kemi program për varfërin. Mu duk kjo ma tepër do të thotë si retorikë, vjen keq që e them këtë, të zonat ekonomike. Ne nuk pëm të zonat ekonomike shqiptare realisht. Erdhën të tovë në i prejnë atje edhe mollat edhe vishnjet që i kishim, që ishin shumë profitabile dhe ende nuk shofim punësime reale aty. Ajo është shumë pak për dalim nga zonat ekonomike, ku VMRO DPMNE realisht i ka shfrytzu këtë zona ekonomike. Te pala shqiptare ne kemi pa vetëm premtime. Vjen keq se kisha pas dëshirë që zonat ekonomike shqiptare t'jenë zhvillume dhe shqiptarët përfitojnë nga kjo. Çështja tjetër sa i përket, do me thënë, administratorëve të përgjumur. Mendoj se do duhet ngritet si çështje pse buxheti i Maqedonisë, i cili merr prej nesh, ka administrat enorme që në qeveri, që në pushtet lokal, që gjitha të njerëz të cilët rinë në shtëpi,
dhe realisht ato e damtojnë buxhetin dhe humbin shqiptarët për shkak se s'kan mundësi as pushteti lokal, as pushteti ekzekutiv ku janë shqiptarët, për shkak se duhet t'i punësojnë disa familjarë tyne apo t'i knaqin apetitet e disa aktivistëve partijak, ne nuk kemi në gjendje të shohim projekte kapitale të shqiptarët e Maqedonisë. Po kush e kërkojnë debat po shtulin e... Arsimi Bekri. Pa që atë di shtatë pysë, unë se nuk e përmend dikush në debat. Po, çështja, unë mendoj se te ekonomia, Doshu ta përmendi, po se përmendi. Te çështja e ekonomisë, mendoj se te çështja e ekonomisë unë nuk pash te partitë politike, do me thonë ma tepër pat çitshate se sa që pat do të thotë të dëgjojmë ne prej njerëzve të zonës 5 se me çfarë premtimi elektorale ata do të futen këtë fushat. Unë s'ndigjova premtime elektorale, ma tepër u morën me njëri tjetrin, se sa do të thotë që digjuam do të thotë ofertat e tyne. Retorika ishte mirë, ishte interesante, të gjithë kandidatët shifeshte se janë të përgatitur. Dëshirojsha që ti ndigjoj çfarë ata i ofrojnë elektoratit shqiptar. Te gjua shqipa aty, nëse më lejoni një digresion të vogël. Duhet të themi se struganat me gjitha gjërat që kanë tregu një lloj korektësie sa i përket kontestimit të gjuhës shqipe në nivel nacional. Edhe sot, derisa ne flasim, zoti Ziadin Sela nuk pranon që t'jetë pjesë e manifestimit të netët strugane, duke e kontestu për shkak se është vetëm gjuha Maqedone e përdore. Gjithmonë në temë po mbesim. Në temë jemi, unë mendoj se jemi në temë, duhet me i thanë këto gjëra. Arsim, të mbami pak në atë që folën këto, se këto gjana që ju thush janë pak jashtë debatit të tyre. Po ne duhem të shtim debat, që të flasim për probleme reale, që i tangojnë në shqiptarët. Japish konstatime se dikush është frigu, dikush i ka mbush sallat, unë po të tem për herë të parë nuk mbushen sallat, e ka mbush PDSH-ja, mos përmend për BDI-n, e ka mbush PDSH-ja, mos baj me durtër se po gaboj. Sallat janë plot, janë perceptime të tuja ose të dikujt ose të gjithë kujt se dikush frigohet, dikush është i fortë, dikush e konteston gjuhën, dikush se konteston. Nëse hym në debat do ta ama tash Sela e mbroj ka gjuhën. Sela e mbroj ka gjuhën. Zoti Ziadin Sela e ka kontestu pushtetin Maqedon. Ti mos i mbro tezat e pushtetit aktual, të cilët thuajnë se e kemi legalizuar gjuhën shqipe. Dhe realisht nuk e kanë. Po derisa pse e kontestojsh? Çfarë faji ka opozita, se opozita e sotme në Maqedoni nuk ka arrit. Kush tha? Lutem. Jo, nuk e thash, ti perceptimi jot është kjo që mendojsh. E po edhe kjo ti që thush është perceptimi. Përmende këtë rast se Ali Ahmeti është më i mirë pikretve, do të them ka dalë është perceptimi jot. Sinqerisht po them. Dgjom, fal, temat e mëdha nuk është mirë ti devalvojmë. Kam pas dëshirë dhe kam dëshirë që në këtë fushat të paktëm të nxjerrim prej partive tona politike legalizimin e gjuhës shqipe. Vazhdimisht partia në pushtet BDI thotë se e kemi legalizuar gjuhën shqipe. A e kanë legalizuar po të pyesun e ty gjuhën shqipe? Mendimi im. Po, mendimi. Është legalizuar në krahasim me si ka qenë. Ku është legalizuar? Ma trego ku është legalizuar që të shkoj t'i shoh ato vende ku është legalizuar gjuha shqipe. Për dallim prej kur flasish? Prej kohës tonë, në 90-ave? Prej cilës kohë? Ne flasim gjuha shqipe. Mbas vitit 1974. Është abrogu, nuk përdoret. Ne jemi populli 20%. Shqiptarët e Maqedonisë nesër mund bëhen një popull tjetër tjetë 20%. Gjuha shqipe. Duhet me e thënë që s'është Hym se edhe të marrëveshje Ohri gjuha shqipe nuk është definu mirë. Unë kom dëshirë që fëmijët e tonë. Atë themin tem. Jo, ama do të politizoj debati. Po, e vërtet është që dhe unë nuk pajtojmë se duhet të quhet 20% gjuha shqipe që se diçka. Po nuk mund të është se gjuha shqipe nuk është zyrtare me atë që nuk shkruhet se është gjuha shqipe. Ajo sa është zyrtare me përqindje do flasim. Me përqindje. Nuk është me nene për kushtetutën e Republikës Maqedonisë, gjuha shqipe është gjuhë e cila nuk është zyrtare në Maqedoni, kjo është e vërtetë. Edhe kur s'është mund të përdor. Edhe shumë mirë e dish se viteve të 90-ta, kur fliteshte gjysë Lajlia Shqip, gjysë Maqedonisht dhe ndërprejeshte seanca parlamentare. A është e vërtet? A është e vërtet? Seanca parlamentare, digjo, nëse e krahasojmë vitet e 90-ta, deputetët e viteve të 90-ta kanë qenë mjeshtër fjallës në parlament Maqedonisë. Edhe nëse e kanë kontestu përdorimin e gjuhës
shqipe kanë qenë pikërisht këta deputet shqiptar të cilët kanë thënë Parlamentit Maqedonisë do të bie koha që do të flitet gjuha shqipe. Nuk besha me unë ndërprej me shumë mirësjellje u alash të sqaroni. Zonja Marku, keni fjalën, pastaj do shkojmë te zoti Sela dhe besoj që shkoj kohë. Summa summarum, konstatimi është që gjuha shqipe nuk është rregulluar me ligj, nuk përdoret në përdorim të jashtëm dhe përdorim të brendshëm në nivel territorial. Kjo do thotë që gjuha shqipe nuk është legalizuar. Zoti Ali Ahmeti para disa viteve votoi një ligj, domethënë për gjuhën, për përdorimin e gjuhëve 20% do t'i quaj atë. Dhe asgjë më shumë, ai më vonë pranoi se në fakt nuk ka përdorim në të gjithë territorin e Maqedonisë të gjuhës shqipe dhe gjuha shqipe nuk është legalizuar dhe se tani dëgjojmë që ai do ta legalizon përsëri kur do ta fiton pushtetin. Çështja e legalizimit të gjuhës, çështja e administratorëve, në fakt do të hapën një temë të re, unë uroj tek debatuesit e tjerë, që sa është e nevojshme më që të mbetet marrëveshja Kornizë e Ohrit si një shtyllë për përdorim retorik dhe të përmendet vazhdimisht mbas 15 vjetëve, dhe sa do të jetë e nevojshme që të ekziston madje edhe sekretariati i marrëveshjes së Ohrit. Dhe cili është roli i tij? Dhe cili është roli i sekretariatit të marrëveshjes së Ohrit realisht, apo me çfarë ligji rregullohet çështja e punësimit të administratorëve. Do të ishte shumë e bukur herës tjetër, tash po ju japim tipsa kandidatëve të tjerë, që të thonë hapur se do të zvogëlojnë numrin e administratorëve në gigantin e administratës publike. I pyeta për reforma në buxhet, i pyeta për paga, i pyeta për pensione, e ndëgjuta dhe ju në isha poshtë, përgjigje nuk mora. Kishe problem se kishin sekonda tepër. Jo, përgjigja të ishte fantastike. Fakt ndodhe dhe kjo më një rast. Do ta mbaroj. Më lejoni një minutë. Ato sekondat e atyve mund të qenë na japësh. Një minutë. Domethënë do të ishte udhës që të thonin se kur do ta nxisim privatizimin, biznesin e mesëm dhe biznesin e personit, automatikisht administratorët do t'ikin nga administrata publike dhe do të kërkojnë të punësojnë në biznesin e vogël. Nga aspekti paraqitjes vizuale, ne kemi kandidat shumë interesant, një aktor që ka një zë dhe me zë lënë përshtypje, nuk e ka shumë të nevojshme që argumentet i çojë deri në fund. Kemi një kandidat goxha agresiv i cili tregon se ka pasur përvojë në institucionet e shtetit, flasim për një kandidat që ka pasur mandat 3 vjeçar të deputetit, tash të kthehemi pak te kandidatët apo, i veshur me megalomaninë e vet, apo me kravatë, e zyrtarizon fitoren ai sonte, apo ka një megalomani të shprehur në daljen e vet. Kemi kandidatin e PDSH-s, i cili është i qetë dhe modest, më befason, nuk është agresiv në retorik, nxites. Më vjen paksa, do me thënë, prisja më shumë ndoshta, më vjen paksa në pozitë inhibuse retorika e konstatimit të gjërave, apo gjëra që edhe vajza jeme i din se shkolla nuk është në rregull, gjyqësia nuk është në rregull, etj. U përmend nga labunishta çështja e disa çështje që me Gazmendin e ndërkohë i diskutonim, çështja e pavarësimit të gjyqësorit, në ndërkohë që ai ka qenë vetë pjesë e sistemit dhe është dashur shumë më mirë ta sqaron çështjen e pavarësimit të gjyqësorit dhe jo ta individualizoj, ta personalizoj diskutimin. U përmend shumë interesante nga kandidati i PDSH-s, sepse ne PDSH-n e mbajmë mend me kuqërimin e vet, apo me revolucionin. Për herë të parë ato flasin, domethënë për ekonomi, flasin për amnisti fiskale dhe për amnisti politike, është një prurje e re në retorikën e tyre. BDI nuk do ta analizojë, e kanë analizuar njerëzit, e kanë ndjekur, e kanë stërgjatur. Kandidati i LRPDSH-s, i Aleancës, sepse kemi problem me kandidatët e Aleancës, e kam shumë interesante ta them për kandidatët e Aleancës se si zhduken nga koncepti i xhaferizmit që deri tash e kanë promovuar, sidomos Sela, dhe shkrihen në konceptin e BDI-izmit, domethënë ata të ikurit nga BDI-ja, Gëzim Ostreni dhe ky djali tjetër që ishte deputet, dhe nga ngjyra e kaltër dhe nga ngjyra e kuqe krijojnë ngjyrën violete, të cilët e kanë madje në Zonja Marko, jemi 4 minuta të fundit, duhet një përgjigje nga juve për një temë. Ju lutëm shumë, zoti Sela, dhe do përgjigjen i pari. Debati dhe dueli poshtë shkoj me skujt dhe kujt. Me skujt dhe kujt? Me skujt dhe kujt. Kush u dallua për duel më shumë, sepse e keni pa dhe ju vëdhune. Tani më intereson opinioni juaj. Ajo që të gjithë e dim, që kandidati i lindjes me besë, dhe më thonë vinë nga, më thonë se shumica e këtyre vinë nga si shkputje nga themi nga BDI-ja,
dhe Alianca për Shqiptarët që është shkputje nga PDSH-ja. Dhe une mendoja se pritja se do vi një ndërmjet PDSH-s dhe LR-PDSH-s dhe themi lindjes me BES dhe BDI-s, po kjo nuk u vërejt, u vërejt që të tre kandidatët më thonë mileshin me kandidatin e BDI-s. Po ajo që dua ta shtoj me platforma gjaferiste, apo këtu është interesantja. Tani dua ta shtoj një çështje, Prandaj merren me BDI që nuk është platforma gjaferiste. Mos përmend sepse mu diçka më normalisht si Strugan, më tangon ajo që në zgjedhjet e vitit 2014 Struga mori 3 deputet. Normalisht që Partia Demokratike Shqiptare nuk fitoi sepse Zjadin Sela në atë kohë po bëte, domethënë kishte shpallur reformat në PDSH. Dhe tani ajo që është sot aktuale, unë do them se çka nëse shqiptarët në zonën numër 5 jetojnë vetëm 2 deputet. 2 mandate. Kush do e mbaj përgjegjësinë? Dhe për mua do të ishte më e mirë që në zonën numër 5, sepse zona numër 5 është specifike se ne mbas 6 muaj do kemi zgjedhjet lokale dhe e dim që sidomos Kërçova po edhe Struga. Ky është test i mirë. Po. Ky është test i mirë. Që duhet në zonën numër 2 Strugan gjithmonë kanë treguar maturi dhe e kanë treguar atë me maturi dhe gjithmonë ka fituar kandidati shqiptar dhe kjo shpërndarje, kjo themi vota shqiptare. Kush do e mbaj përgjegjësinë dhe kjo më tepër më shqetëson sepse mos shkrin 4 kandidatë shqiptar, po shkrin 2 kandidatë shqiptar. Ai është procesi i kryer, më tash ajo ka shkuar. Unë mendoj që liberalizimin e partive, përmes partive më të vogla politike, të gjithë e kanë planuar. Zonja Marko, ju lutna shumë, profesor, kemi 1 minutë për juve, 1 minutë për zotin Ajdin e për zotin Marko, do mbyllim se ma bën me dire pasi kërkut analizën, mendoj se kandidati i Aleancës për shqiptarët i shumë i sigurt, shumë i qetë dhe nuk replikoj shumë dhe me gjas ka shumë siguri, nuk e di prej ku e fiton atë siguri që e ka sonte. Kandidati i BDI-s u mbrojt gjatë gjithë kohës, u mundu të përdore patriotizmin, por vjen keqë, ne jemi miq me zotin Karaga, por BDI-s po i harxhohet kredoje e kapitalit kombëtar. Kandidati i PDSH-s, interesant të jemi mësu të i shofim agresiv kandidatët e PDSH-s, sfidoj sonte me qetësinë dhe me gjasë leadershipi i PDSH-s tenton që me një gjenerat krejt tjetër nga jo retorik të cilën e ka aktualisht leadershipi që të sfidoj, ndërsa kandidati i BES-s mendoj se e përdori karizmën e vetë dhe përvojën politike dhe dëshiroj të regoj se në zonën numër 5 unë jam ai i cili do të fitoj. Mendoj se pak a shumë këto janë ato gjëra që unë i shoh. Ti Ajdine? Shumë shkurt do mundohem të them. Mendoj se asnjë prej përfaqësuesve, respektivisht prej kandidatëve, nuk ishte përfaqësues klasik i partisë së vet. Do me thënë, pozitat ishin të ndrume, flasë gjithmonë nga aspekti jo politik, po nga aspekti i komunikimit. Do me thënë, paraqitjeve dhe strategjive të drejtanishme të atyve partive, s'du të hyse 1 minutë është PDSH-ja si këto tjerët si, kush veqoheshin, duke është të kush veqoheshin, por përsëri po them, do t'jetë shumë keq dhe në përgjithësi e vërtet, njëri sulmon të tjetëri mbrohet, nuk pres në gjithë këtë kampanjë, pres sulme dhe mbrojtje. Po asnjëri nuk duhet të kufizohet në kuptimin e sulmeve edhe të vendosin dikën në pozitën e mbrojtjes. Se atëherës do të kemi asgjë tjetër, vetëm diskutim për të kaluamën se çka ka ndodhur, pse është bë dhe pse është bë. Nëse të gjithë to 4, nesër 5 nuk dalin me platforma konkrete, premtime konkrete dhe një gjë që harrova pares të them, për të tjerët të vinë këtu dhe të thunë, bisedova me elektoratin dhe thanë atë që përmendi arsimi, artikulimi, kërkesave tyre. Unë nuk dëgjova nga asnjëri të thotë se ndëgjum nga elektorati, duke shëtit në për mahall, tu pi qaj në qajtore apo në kafe, dhe dëgjova popullin i cili më thotë se e kanë këtë nevojë dhe prandaj unë në parlament do t'jem zëri tyre i cili do t'a kërkoj atë rrugë në atë mahall, t'a banalizoj muhabetin se nuk është ashtu. Më kuptoni? Por përsëri u them, atë që duhet ta mbrin, përfaqësues, se bëhet fjalë për bartës listash, të cilët realisht do miren dhe me politikat të mëdha në parlament. Do me thanë, dalin me premtime konkrete të cilët do t'i justifikojnë me mekanizmat të cilët do të mund t'i realizojnë. Famdi shumë, zonja Marko 1 minutë juaj. Po, pritja ime është që në Maqedoni do të ndodhen efekti i Trumpit, siguria e madhe e Hillaryt, u pasonte tek kandidati i BDI-s nga vetë fakti që ai vazhdimisht
edhe i referohesh te librit shumë të madh të platformës së tij politike, njerëzit nuk lexojnë. Unë Po tre kandidatë të tjerë? Të njëjtën gjë e bënte gabimin e njëjtë e bënte edhe kandidati. Zonë numër 5 lexojnë. Mos u bën diskriminues, Jo, nuk bëj diskriminues, po mos. Vetusi s'ka nevojë të lexoj, vetusi ka nevojë të shohë se çka është prodhimi i kulturës për asaj çfarë ka lexuar. Po tre kandidatë të tjerë? Të njëjtin gabim e bënte edhe kandidati i PDSH-s, gabim shumë i madh. Kam përshtypjen që e thash kandidati i Aleancës ishte konstatues, ndërsa kandidati i atë çka e tha edhe Arsimi karizmatik dhe agresiv. Pres efektin Trump, këto janë pritet e mia, apo? Do e shoh. Zonja Marko, faleminderit shumë, Zotria Edini, Zotri Sinani dhe Zotri Sela. Mirë gjithmonë t'ju kemi në studio, kënaqësi e pa bashkë, ju ka marrë shumë kohë tuaja, ju falenderoj për këtë, do të thënë, sepse prej orës 8:30 ne kemi përcjell. Faleminderit të nderuar shikues kaq në klikun e parë pas analizës së debatit të parë zgjedhor për zonën e 5, nesër do flasim në debat me kandidatët për zonën e 6, nuk do t'jenë liderët sepse liderët nuk do ulëm. Apeli publik jon vazhdon të qëndroj që me shpresë do i shohim liderët e Partive Publike të ulën në një vend dhe të diskutojmë për të lashët të ardhmen dhe ato se qa mund shojnë ata dhe qa mund të ofrojnë më shumë për qytetarën. Faleminderit shumë të nderuar shikues për vëmendjen tuaj. Ju lëm tani me lajmet në gjuhën shqipe. Neve takohemi prapë nesër në orën 9 në debatën zgjedhore. Mirëmbëjtje.